Big Brother Kosova, përveç se një lojë strategjish dhe marrëdhëniesh njerëzore, është edhe një pasqyrë e shoqërisë. Pikërisht për këtë arsye, momentet kur në ekran shfaqen deklarata diskriminuese dhe fyese marrin një peshë shumë më të madhe se një debat i zakonshëm mes banorëve. Një nga këto momente ishte deklarata e Tonit drejtuar Klodit, e cila shkaktoi reagime të forta brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Toni ja akuzoi Klodin se po luante lojën e biseksualit, duke e shoqëruar këtë me etiketime dhe supozime mbi orientimin e tij seksual. Këto fjalë nuk ishin thjesht provokim apo ironi loje, por gjykim personal dhe denigrues, i ndërtuar mbi stereotipe dhe paragjykime të rrezikshme. Ajo që e bën këtë deklaratë veçanërisht problematike është fakti se orientimi seksual i një personi nuk është as lojë, as strategji, as temë për tallje apo sulm publik. Të përdorësh identitetin apo supozimin për identitetin e dikujt si mjet për ta ulur apo diskredituar është formë e qartë e dhunës verbale dhe diskriminimit. Reagimi i Klodit, i cili u përball me këto fjalë para kamerave dhe publikut të gjerë, e vuri në pah edhe një herë sa e vështirë është të ruash dinjitetin në një ambient ku çdo fjalë analizohet dhe ku paragjykimet shpesh maskohen si lojë. Ky moment nuk ishte vetëm përplasja e dy banorëve, por një pasqyrë e një mentaliteti që ende ekziston dhe që kërkon adresim serioz. Big Brother Kosova ka përgjegjësi të madhe në raste të tilla. Kur deklarata që cenojnë identitetin, dinjitetin dhe lirinë personale transmetohen pa një reagim të qartë, rrezikohet normalizimi i gjuhës diskriminuese. Një format kaq i ndjekur duhet të jetë i qartë në mesazhin e tij. Askush nuk duhet të gjykohet, etiketohet apo sulmohet për atë që është apo për atë që supozohet se është. Ky episod hapi një debat më të gjerë edhe tek publiku. Deri ku shkon loja dhe ku fillon shkelja e të drejtave personale? Konflikti është pjesë e Big Brother, por diskriminimi nuk duhet të jetë kurrë pjesë e spektaklit. Për